أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد اللهم falenderojmë për ti falë dhe ndihmë kërkojmë mbrojtje për të ligave të shpirtit tona që Allah subhanahu wa taala e udhëzon në rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush e humb. Ndërsa të në të humbur nuk ka kush e udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhamedit alayhi salatu wassalam, familjes së pasë, shokëve të ndershëm dhe gjithë atyre që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmëri. Lënë radhë parë ju përshëndes me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutë Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do të kalojmë së bashku Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begatshme dhe kur dalim para tij të na peshojnë peshorën e veprave të mira. Të nderuar vëllezër dhe motra, kem arrit do të thotë tek jetëshkrimi i Abu Bekrit radiallahu anhu. Pothuajse realisht kjo është ligjërata e fundit të rreth jetëshkrimit të tij, ka dhe shumë çka mu përmend, shumë detaje, po e kem pat arsyeshme mos më u zgjeru edhe më u përmbajt asaj që e kena paralajmëruar. Kem përmend veç disa ngjarje të rëndësishme që kanë ndodhur në jetëshkrimin e tij, se me i marr krejt që kanë ndodhur ato, frigona që stërzotët dhe na hub sabrin neve dhe juve. Kem arrit tek Gazwatu Sham. Është një ngjarjeve të mëdha kur Abu Bekr radiallahu anhu, që shtot edhe autori i librit, thot lamma faragha as-siddiqu min amri jazirati al-arab basata yaminahu ila al-iraq فبعث إليه خالد بن الوليد وكتب إلى عمرو بن العاص قد أحببت أبي عبد الله أن أفرغك لما هو خير لك في حياتك ومعادك منه إلا أن يكون الذي أنت فيه أحب إليك. فاذكر أبو بكر رضي الله عنه e përfundoi rregullimin e çështjeve të gadishullit arabik. Do thot u qetësu gjendja, se ne kena përmend gadishulli arabik ka qenë pas vdekjes pejgamberit sallallahu alajhi wasallam e pas marrjes së xhilafetit nga Abu Bekri. Gadishulli arabik u trazu. Pothuajse në Islam, që është përmend dhe kem përmend, kanë mbet veç Medinja, Taifi edhe Mekja. Krejt kanë boride. E derisa Abu Bekr radiallahu anhu e qetësoi gadishullin arabik, kur u qetësu edhe u rregullu çështja nga gadishullin arabik, atëherë thot Abu Bekr radiallahu anhu e shtriu dorën e tij drejt Irakut dhe dërgoi atje Khalid ibn Walidin. Edhe këtu kena treguar Khalid ibn Walidi kur është nis me Muthanna ibn Harith. Abu Bekr radiallahu anhu ka thonë kush mbrin në Hira. Hira është pothuajse mesi i Irakut. Kush mbrin Hira, ajo është komandant i Irakut. Edhe Khalid ibn Walidi kem përmend për i përsëris, Khalid ibn Walidi ka hecke, do thot e shtetën një lloj frige tek të tjerët. Pasi që edhe Iraki u rregullu, atëherë Abu Bekr radiallahu anhu i shkroi kuj Abu Abdullahut Amr ibn Asit radiallahu anhu. Tha o Amr, do të ngarkoj tha ty me një punë që është më e mirë për ty në dynjan tënde dhe në ahiretin tënd. Tha kom të ngarku me një punë, edhe pse ndoshta ti ato që ka jetë tash të e bosh më e dashur, është më e dashur për ty. Ama që subhanallahu el adhim, që shikon sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, edhe këto është një mësim i madh dashurit e mi. Sahabët janë eduku që kur ka qenë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjallë, që me ndëgju mas parti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pastaj u mësuan me ndëgju edhe ai që vjen pas pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kjo është një mësim i madh për musliman, se duhet mund ndëgju të parët e tyre. Udhëheci i muslimanëve duhet mund ndëgju. Jo me u rebelu, jo me i nxirr që shtojmë na, me i nxirr kime. Ama shësha Amr ibn Asi radiallahu anhu shësha kthej përgjigjen Abu Bekrit. I tha Abu Bekrit Amri radiallahu anhu ja kthej risalen, mesazhin Abu Bekrit, tha, çka i tha? Inni sahmun min sihamil islam. Unë tha jam një shigjet për shigjetave të islamit.
E ti e ai I cili mbledh ato shigjeta. Dhe kjo udhëhet se jam. A ti këshyre zgjidhe si gjetën më të fort për aty në qion, që I kënë dorën tonde, edhe merë mu gjujem këtë dushte. Nuk I tha Amr I jarë, o khalife, unë e më rahat këto e jam mire, ja. Tha ku ta merë mendja ty, që unë jam në shërbim të islami, se mas porti I tregoj, ja jepi si me thonë, e boni një ripërtrirje të betimi që ja kishja për Rasulullah s.a.s. So e dini, kur kena fol, për ju këthej pak në bas, për me këthi kujtesën e ju edhe tonën, kur Amr ibn As e ka pranu islamin, që I ka thonë Rasulullah s.a.s. Thot, ja Rasulullah, të kom luftu në shumë vende ty, po tash po ta jep betimin, po ta jep besën se kom me qenë qka? Ndihmëtar islamit. Aty vende ku të kom luftu, kom me luftu për islam. E dojke Amr ibn Asi me arri përsërit Ebu Bekrit se unë jam sehmin si hamil islam, unë jam një shigjet për shigjetat islamit që I kom thonë Rasulullah s.a.s. edhe për ty do të jam ashtu. O khalifja I Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, kur Ebu Bekrit jerë kjo letër e qëtësaj, atër Ebu Bekri men herë filloj mi emru udhëhetsat, mi emru udhëhetsat për me e shtri shtetin islam edhe jashtë gadishullit arabik. E mor Jezid ibn Abi Sufjan, që me shumica e ushtris ishin me Jezidin, shumica e njerëzve, e emroj ku, I tha ti ki me shku në Damasku në Zotshit, dhe I udhëhet si tëne. Pastaj tha Ebu Ubejd ibn Jarrahit, tha ti ki me shku në Hims. Pastaj Amr ibn al-Asit, tha ti këthoh tha në Palestinën e Zotshit. Pastaj ja u dërgoj edhe disa burat maj, ja dërgoj ndim Jezid ibn Abi Sufjanit, Sharhabil ibn Hasana, edhe pastaj e dërgoj edhe me ta Ikrime ibn Abi Jahel. Ikrime, dini ju djali I kuj? I Ebu Jahlit. Edhe këtu dashurit e mi në Sham kanë ndodhë një luft për luftave të mëdhaja që nuk ka alim, nuk ka dietar në historinë islame kur ka fol për khilafetin e Ebu Bekrit mos me përmend këtë ngjarje o ngjarjeve të mëdha njihet që kërsa është Waqiatul Yarmuk, ndodhia e Yarmukut. Lufta e Yarmukut ka qenë një prej luftave të mëdha ku të dietar dashurit e mi ka mos pajtim sa ka qenë numri I romakëve që janë mbledh. Disa thonë kanë qenë 120.000 prej romakëve, diku parafërsisht 27.000 prej muslimanëve. 27.000 prej muslimanëve, ndërsa 120.000 prej romakëve. Po më e vërteta që është Allahu Ta'ala alem, sikur Ibn Asakir e tjerë që e përmendim edhe Khalali në Kamil fit Tarikh, thot kanë qenë 240.000. E muslimanët janë sidh prej 40.000 deri në 48.000 ushtarë. Edhe kjo është një pin, do të thotë nuk mbahet mend deri në atë moment të bim më të madh të jo muslimanëve përballë muslimanëve, ushtri e madhe. Po në luftën e Yarmukit dashurit e mi ja vlen me përmend se kanë marrë pjesë kibaru sahabe. Sahabët e mëdhej kanë marrë pjesë. Sikur se Ebu Ubejd ibn Jarrahi, sikur Zubair ibn Awame, Abdullah ibn Mas'udi, Ebu Dardaja, Ebu Hurajra, Sharhabil ibn Hasana, Amr ibn al-As, Ebu Sufjan ibn Harb, Jezid ibn Abi Sufjan, Ikrime ibn Abi Jahel. Këta ishin që I morën pjesën këtë luftë për luftave të mëdha. Tash, inshallah Taala nga dale po him në luftën e Yarmukut. Që tash është një prej ngjarjeve të mëdha në kohën e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Duke ju referu, po thëm libri që e kem para, që tash autori përmend se kanë qenë 120.000 ushtar prej romakëve, ndërsa prej muslimanëve kanë qenë 27.000. Ebu Bekri radiallahu anhu e mor edhe nisi me porosita, me I këshillu pse
Se këta e dërgun, kur e morën vesh që në mbledh, tash cilin do të transmetim të marrin për balë numrit muslimave jo shumë, i dërgun me i lypë ndim Ebu Bekrit. Thanë njëna ardhë, njërë muk, dhe e marrin me ndimin ma pak, që jo 120.000, na dërgo ndim, na qa ushtar. Ebu Bekri radiallahu anhu, atëre, i tha, ja u japi këtë porosit madhe, edhe ju shkoj kështu, pe lezet të kështualisht. Tha, bashkohuni edhe bëhuni një ushtrie vetme. Wallahi billahi që të fjallë që e ka shkruar Ebu Bekri radiallahu anhu, shumë kem nevojë nësë si musliman me punu me që të fjallë. Sare musliman, dashurit e mi, shpërdahen, përqahen, ju hup forca, ju hup ora, ju hup autoriteti i tëre, ju hup fuqia e tëre. Ama shqa khalifja i Resulullah s.a.s. i cili ishte njeriu më i meqe pas pejgamberit s.a.s. porosin e parë tha, bëhuni një, mos u përqani, bëhuni tha një, bëhuni një ushtrie vetme, ju jeni ndimësit e Allahut, dhe Allahu është ndimësi juj, in të nësurullah, janë surkum, ja u lexoj ajetin, nëse ju e ndihmoni Allahun, Allahu kam ju ndihmu juve. Pastaj tha, fitoria tha nuk vjen tha me numër. Fitoria tha s'vjen me numër, po fitoria vjen me qëndrueshmëri, edhe me frikë ndaj Allahut subhanahu wa taala, edhe tha, që çfarë porosie tha, leni një gjynohet. Leni tha gjynohet, se gjynohet tha ndikojnë dhe ju bojnë juve dopt edhe e forcojnë armikun. Pastaj Ebu Bekri radiallahu anhu tha, kjo porosia po tha sahabeve që ishin prezent, tha e tash tha, ja u qaju në tha një ushtri, tha ja u qaj një komandant aty në atje në Sham, tha që vallahi tha romak kanë mi haru dhe zveset e shejtanit, tha ja u qaju në Khalid bin Walidin, edhe i shkrujti Khalid bin Walidit, i tha ja Khalid, tha mere ushtrin tonë dhe shka e ki, edhe nisu drejt Shamit, kur të mbrin tha në Sham ti e komandanti supremi kejtve, kejt ndër komandën tonë. Ama Khalid bin Walid, wallahi billahi, s'ka lind nanat Khalida dhe s'kan me lind. Që shka thonë vete Ebu Bekri radiallahu anhu, s'kan me lind mo Khalida, problemu me lind Khalida. E mur mas part, i meni herë Khalid bin Walidi, i kishte prej ushtarve, i kishte 9.000 ushtar. Edhe tash dejke me shku në Sham, po rrugës me Irak, prej Irakut, me shku një Rmuk në Sham atje, problem. Merke ko, për me shku në ko me mbri luftën e Rmukit i vyke 5 dit. Qka me bo e gjeti Nafi ibn Umejra e Thai, i cile, kur ka qeni vogël, i ka ran një rrugë, e cila është i kanë thonë Arabt, asaj kohë kanë thonë rruga e vdekjes. Kush jenë asaj rrugë, nëse se din rrugën, vdek. Edhe e morën Khalidit, janë isën sahabet, do sahabet dhe në kadale, dhe pëtën me i qu 9.000 ushtar, me i shti ka një rrugë. Ama Khalid bin Walidi, radiallahu anhu, qëtojnë ato, dalimi mes neve edhe ty në qëto është të dashurit e mi. Hime mul alije, ambicjet e larta, njerëz nuk i ndalin, njerëz kur kanë ambicjet e larta, vallahi billahi që shka thonë Ibnul Qayyim rahmetullah alej, ka thonë besimtari i vërtet, kur e ka ambicjen e lartë, me i thonë me marë kodrën, me dy durë me rënu e rënan. Edhe Khalid bin Walidi tha, vallahi tha, nëse ko me kalu detra, e kodra, unë e për 5 dit ko me shku muslimanve me ndimu, se mbas 5 ditve dhe me këskakimet nëse shkaju në atje. I tha atia, e din rrugën mirë, tha, vallahi tha, pak e mboj mend rrugën, me babe dhe e më një vogël. Erë një prej krishterëve arab aty, tha, qëre tha, është një pem, nëse e shini qatë pem, të fillon pema mbrini, keni pështu. Ishte për qëllim se ta jo pema kish uj, se rruga do të rrezikshme, po uj, shkretin. Ama abkarijetul Khalid, ajo mendje prepësia e ti, menquria e ti, ka qenë një njeri mendjendritur dashurit e mi. E mor, tha problemi uj, tha, mirë, tha, e shiruni, qëre, qëto jënë sifate, cilësite, e do të thotë, cilësit e ati udhëhetësit mirë, cilësit e modelit mirë,
Kur ka njeriu është udhëhec, është lider, lidert nuk janë mendem dhaj. Lidert nuk i nënshmojnë të tjerë, po çka i afrojnë njerëz të mëdha që po afër vetit edhe merr pibençurisë se çesha dhe Khalid ibn Walidi tha, "E shiru ileje janë nasa, më këshilloni çka më bë, uj s'ka, çush më bë." Një prej muslimanëve tha, "Unë kam një ide." O komandant, çka? Tha, "Me i marr tha devet, tha pin ujë shumë. Mas sporti tha mi u jep na krip shumë me hungër. Ato tha kur të hajnë krip shumë me ushqim, kanë mu eshtu. Qatë ditë që dojmë mi unis, i qesim uj edhe ato pin uj për ste për mi, devet thot edhe shkenstarisht thot është vërtetu se devja ma shumë se 200 litra uj i bartë në barkun e saj. Thot edhe na kena me uthu rrugës ushtria të në më hungër, në mi ushtar, edhe haj mish, ajo që kanë betë në barkun e deves kur t'i prej me marim uj një u qesim hajvanatit, i ngarkojmë me uj edhe inshallah mbrim të pema aty ku është uj edhe furnizohem ose shto. Edhe realisht Khalid ibn Walidit kështu i ndodhi, i shkoj rruga votan. Kur erdhi Khalid ibn Walidi, erdhi thot edhe e kaloi këtë pjesë për 5 ditë. Për 5 ditë. Atëherë Khalid ibn Walidi shkoj dhe kur u afru dhe thot të Jermuku, thot kharaja rajulun min an-nasarati al-arab, min an-nasara al-arabi. Edhe tha yajussu al-amra as-sahabati fa qala wajadtu qauman ruhbanan bil-layl. Komandanti, çka i referohet autori këtu në libër, i referohet se romakt kishin ndi për Khalid ibn Walidin, e morën vesh ardh Khalid ibn Walidi, e morën vesh për ushtrinë e muslimanëve, komandantit e kemë marrë vesh me kon me luftu. Çka është halli tëne? Kush janë këta? Ja u çojnë në shpion, me shku me këqyr. Ama këqyri cilësitë e burrave, o dashurit e mi, janë ndihmu ky ummet, sahabët, e ata që kanë ardhur pas tyre, krejt ato triumfa, krejt ato udhëheqje që kanë bërë dynjas, që kanë bërë udhëheqjen me takvallok, jo me gjunohe, jo me harame, jo të shkel ligjin e Allahut subhanahu wa taala, po të e ngrit fjalën e Allahut e po më të lartën. Erdh ai me shpionu me qyr sahabët për rreth Khalid ibn Walidit, kur i pa ata çka po bojnë, u kthyte pronari i tij te komandanti i tij, tha wajadtu qauman ruhbanan bil lejli, i gjeta tha një popull të çuditshëm, tha të natën tha u falshin, fursanan bin nahar, e pastaj tha të ditën e gjatë ishin domethënë kalors të vërtet të asaj. Wallahi law sarqa fihim ibn malikihim laqata'uhu aw zana la rajamuhu. Tha nëse ndëkush prej udhëhecave të tyre, pe mbretërve të tyre, vjedhja këpuqëndoren, edhe nëse bënte zina prej familjes të mbretit apo mbi mbretit, e bëjshin regjem, e gurzojshin. Fa qala lahu qaidur Rum, atër ja kthej komandanti i romakve këti shpiuni që i shku me këshyr gjendjen e tyre, tha wallahi la in kunta sadiqan la batunul ardi khairun min dhahriha. Tha nëse kjo shka po e thushti, je i sinqert do, ma e mirë për ne është barku i tokës apo brendësia e tokës, do të me konë të vdekun se me hecën shpindën e saj. Atëherë, thotë lemma aqbal al-Khalid, kur Khalidi radiallahu anhu arriti, dikush prej të krishterëve arab e tha një fjallë, tha ma akthar ar-Rum wa aqall al-muslimin. Tha sa shumë kokan romakt e sa pak muslimant. Khalid ibn Walidi atër ja kthej e i tha ojleke, mirë tha për ty, mirë tha për ty, mirë për ty, apo më frikson tha ti me romaket dhe ushtrit e tyre, se ushtrit e tyre, tha ushtrit tha shtohen tha me fitore. Dhe thot triumfi ushtris është kur ajo fjon e na çka? Jena edhe, na e në atat fitoreve. Unë jam i fitoreve. Jo e dini, unë tash nuk po du, unë thash du mund ndonë detaje, një pit detajeve atje, kër e ka bo luftën me Persiant, e ka po Khalid ibn Walidi,
një prej luftave në Irak, e ka pa që musliman po shkojnë të unë poshtë. Edhe thot vetë Khalid ibn Walidi e tregon, thot vallahi nuk di, thot mu do ke thot që kali jem po fluturon. Kur e pash thot që musliman po ju bjen morali luftës, edhe po shkojnë me ra, tha e kom marë kalin, thot edhe kom kaloru, edhe kom lutë Allah, kom thonë, ja Rabbi, nëse në qëtë moment në më poshtem, hup mushria muslimanve. Nëse na tha triumfojmë me emrin tënd, ja Rabbi, kjo ushri ka me hecë për para. Tha mu ka dokë si dikush ma ka kap kalin tem, e kjo më gjujtë sot mbi turmen e ushtarve të Persian, e kom godit sot me shpatën ko komandantin kryesor tëre. Kër e mbyt ata komandantin gjysa ushris, e kera do kry. A vëshe? Lufta s'ka, deri rasti kër e kom përmend, kër e ka lyp Muthenna ibn Harith, i ka lyp Ebu Bekrit, Medet i ka thonë ndihmon, ka thonë 4.000 ushtarë komiti shu. 4.000 ka thonë komiti pru. Kërënor 4 veta. Në mesin e tëne ka thonë, është Kaka ibn Kaka e Sharhabil. Tha la jehzëmul gjejshu fihi Kaka. Ja ka shkruaj Ebu Bekrin letër, ka thonë, nuk më poshtë ataj ushtrinë të cilën gjidet, Kaka ibn Kaka e Sharhabili. S'ka dashurit e mi. Këtë dit dashurit e mi ngritet, vallahi, me marrë me këqyr historinë islame, me marrë me këqyr edhe me shtryll, nuk qenë të atë që jënë kohë ka 500.000 ushtarët, ja, ka 1, 2, 3, 4, e ka ndritë dënjana, ama a dyqysh bohët kjo forcë ku vjen, kjo forcë vjen dashurit e mi me akidet vërtet, në safa të gjamive, edhe në për mezlise ku përmendet hadithet sahiha ku mësohen, edhe mësohet itikadi sahih, qështu bon, qështu jënë, po sahabët e pejga me sa. Kër ja ka njësë muslimat mu marë me prava, ja ka njësë mu marë me filosofina, ju ka ardhë halë ku jonë sot. E kana përmendë rastin e të Musejle me Lukadhabit për ju këthej, këto veç këtë po i përmendi me plëcu atë farë porosin e kësaj këtë, që i ka thonë Bara ibn Malik, që ka thonë? Mere ka thonë që të më katapult dhe të më gjujnë. Unë e u qeli dherën, unë e u qeli dherën. Sahabët dashurit e mi, Turstumin kër e kanë shliru, Turstum është edhe një prej qyteteve të Persis, të lasht, kër kanë hi në kanalizimet dashurit e mi. Ka thonë se bili i vetëm, rruga e vetme, për me hi me shliruat kështjel ka thonë me hi në kanalizim, e kërëmëkumullah, Allah më ndëroft. Jënë hi sahabët, kërën hi i kanë zonë sabahi të bo gjihad. Kanë luftu, ka lindili. Mbas lindjes dilit e kanë shliru. Kër është shliru Turstumi, ja kanë një sahabët me bo të këbire, se peshlërojnë një vend për i vendit kufrit, peshtin imanin të. E kanë pa e Buhurejrën, radiallahu anhu, e këte e kinë Sahihul Bukhari, gjindet kjo njarje, i ullum një qeshat e pëkanë. Po i vjen një sahabët, i tha, o e Buhurejra, tha, po pse po kanë, tha, nuk o dita ka me kajt, o dita mu gëzu, tha, u shliru, një vendi kufrit ka hi imanin ta. Tha, po kaj, tha, o, i shkret, tha, se në historit i Buhurerës ka mu shkru se i ka ikë sabahi e Buhurerës. Mali e voli Turstum, ka thonë, qka ma ndi ka thonë mu për Turstumin? E Buhurerës i ka ikë sabahi, qëshu ikë sabahi sot muslimanve, qëshu ikë sabahi muslimanve? Tullit PUBG njoni, tjetë të këshur lojna, tjetë të këshur Habibin, nëse që shpithojnë UFC, qka drejtë që është ajo. Qështu hikë sabah i muslimanve. Kur den sabah, ishe aty një 2 safa, as 2 safa, jo, kretë do plesh, këta kështë mbi 40 plesh, jonë, mosu i dhani, së vetë i kam 42 vjetë, kush i ka kalut 40, i ri është e që i ka 20 vjetë, ama këta 20 vjeqarë, ku e në sabah? Ku? Wejnë? Ku e falë sabahin të 20 vjeqari? Ku e falë sabahin të 30 vjeqari? Ku? Allah këto për i thëmë me plot përgjësi dhe për i fla, po më vjen vallahi billahi të Allahi zërë, po më vjen me i folë të fjallë. Me bo me e marë me numru dalshin 100 veta që në pej e falin namazin e sabajt me gjemat, unë e tut në shekum rrit. Del nesër, hajde, nisa pi gjamis teme, ose letë fundit, ka ndosha gjami edhe ma për para që i në farz, del numrej edhe këshurat dalin 100 vetë. E ta një të thëtë, Allah më nësër islamu al muslimin. A, zërë dhe ma e islamin, kanë, po me gjësi kanalizimi shlirohet. Kanalizimi, kur të nëzhejet atë sajlen me ashti, shlirohet. Ajë që s'mundet me shliru nefsin e ti për tekit gjumit më uqu. Wallahi billahi, e ki po, para 4-5 ditve i kem pas 6 minus e 7 minus, apo? Ama pasha Allah nuk ka knatësi më të madhe se me dalë në 7-8 minus me dalë me falë sabahin gjami.
Ta këna shpirtin, ta këna, se kur del ftoftit, kujtohet ftofti I xhehenimit. Kujtohet ftofti I xhehenimit, thush, ja Rabbi, bëj sabër ftoftit dynjas, për me mërujti nesër mu pi ftoftit xhehenimit, se xhehenimi është me ftoft dashurit e mi. Ama sahabët, a keni ndi për Allahun, dikush bi sahabëve, që se ka falë namazin e sabahit me xhabat, a keni ndi dika? A keni ndi, po s'ki me ndi kur. Me ndi që sahabët kanë pas të problematika me farze. S'ka, këto probleme s'kanë egzistu. Unë po qudina, unë kanë erë, ja Rabbi, qka me këta djemëtria, djali I ri 20 vjetë. Po ajtë du të muqu, edhe në njësat para sabajt, me ngjall natën, me ngjall me namaz natës du të aftën. Po Zotin a fatë, në drejtoft, ja Rabbel Alemin. Atëhere, Khalid ibn Walidi, tha po më frikson, tha me ramak dhe ushtrit, tha dije, tha se ushtrit shtohen me fitore, dhe paksohen me humbje, e je me numrin e burave, pasha Allahun, tha, do të dëshiroja, që kali im I verë, të shëndrohet, të bëhet cëllë dhimbje prej luftimit, të mundohet, e kësha pas ta që numëri të në më konë dyfyshit të ne. Khalid. Pastaj, Mahani, që kë kaidi I rumërit, e ka pas emnin Mahan, e ka lyp takimin me Khalidin. Ka thonë, po du mu taku. Shihem. Qësh ka thot? Talab al-Mahanu qaidu ar-Rum an yuqabila Khalid ibn Walid. فخرج إليه خالد فقال ماهان إنا قد علمنا أن الذي أخرجكم من بلادكم الجهد والجوع. Kë Mahani e kërkoi Khalidin prej romakëve, komandanti I romakëve, tha po du mu taku me ty. Kur shkoi Khalidi dol mu taku me Mahanin, Mahani tha inna qad alimna anna alladhi akhrajakum min biladikum al-juhd wal-ju'. Tha juve ju kanë nxirr prej vendit juaj, ju kanë nxirr, tha, uria. Jeni dal se jeni të uritum, s'po keni kur gjo. Demek malli dynjas ju kanë nxirr. Ama shore Khalid ibn Walidi. Se ky tha halumu ilayya u'ti kull rajulin minkum 10 denanir wa kiswatan wa ta'aman. Tha hajdeni se për juve ja u jep ka 10 dinar, I jep tesha që ka nevoj, edhe ja jep të thot disa ushqim. Në vitin tjetër a pet njëjtë ja u qaj. Kujtej këse sahabët jonë të labu dunja, kërkus dynjas, ja dhe sahabët dynjaja nuk ka qupesh. Qërë përgjigjen, dikoje përgjigjen. Tha, faqala Khalidun, inna lam yukhrijna min biladina ma dhakarta, nuk na kanë zira jo shka e përmendet I vendit ton. Gajra anna qaumun nashrabu ad-dima, tha nena një popull, tha që e kena me rak, tha gjakin me pi. E kena nditha se gjaki ju është I ombel. Kër I tha kështu e të meroj, e përveç se këti mja jep mallin e dynjas. Atëherë tha Khalid ibn Walidi, tha mes neje edhe teje na pret mejdani, tha. Për këton pas këthir I ki 3 mundësi, tha. E para, tha, mu bo musliman. Nëse bosh musliman, tha, na të lojmë ty me popullin tënd, je vllai jani, je pjesë e jona. S'don mu bo musliman, e ki gjizjen, me pagu taksën shtetit islam. S'don edhe këta, tha, antëretën ditë, tha, mejdani aty, e pim gjakun e juj. Edhe tha, gylle, si ka thonë gylle, po, gylle dhe vek. Kjo e ka të meru ato, edhe kështu dhe të dashurit e mi. Atëre, e morën, thot, Romakt, kur nisi lufta, tha, e morën edhe ngritën dhe thot, kryqin e tëre me I motivu, ishin ardha ta patrikt e kishave dhe thot, udheste tëre edhe I nxitshim për ta. Atëre muslimant, edhe pse ishin pak me numër, po ishin të përgatitum. Atëre Khalid ibn Walidi nisi me nxit muslimant, tha, oj muslimant, tha, këtu ka imma nasru, imma shahada, tha, ose fitore,
ose shejllok. Këtu dol një burr i madh, i cili e kishte luftuar shumë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, që ka pas emrin Ikrime ibn Abi Jahl. Edhe Ikrime në këtë luftë thojnë sahabët, luftën që e ka bo Ikrime në Jarmuk se ka bo askush. Khalidi e dojke Ikrimen, se shok shpirtit, jo rrit bashk. Jo afru i tha, o Ikrime, ja ka dënë me që vetën, tha, po dënë me që vetën, tha, në vrasje, tha, nuk bën kështu Ikrime, nuk bëjt luta kështu. Largo, tha o Khalid. Largo për i me jesu, tha, vallahi me ka shpa, tha, e kom luftu shumë Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, tha o Khalid, ti tha ki marë shumë për islami që i hinë istan para meje. Tha, unë e kom shumë mongi, tha, men ju ba'i unë ilë lë maut, tha, kush dënë me maja betimi për vdekje, i dolen 400 ushtarë në bas, thot, edhe o gjojt Ikrime ibn Abi Jahl, tha si, o gjojt, tha si, luan, edhe e morën, tha, e këshin vra, tha, kër e morën me e këshyr Ikrimen, e gjetën, tha, në trupin e ti, ma shumë se 70 vend e këshin godit. Ama trimnin që e ka kalzu Ikrime ibn Abi Jahl, ka mbet dhe nuk ka shansë nuk ka në librat ulemave, mu përmend Jarmuke, mos mu përmend heroizmi e Ikrimes radiallahu anhu. Edhe pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dashurit e mirë, dhe këtu po du me përmbyll, se me kaç përmbyllet kjo ngjarje, dhe vim tash tek vdekja e Ebu Bekrit radiallahu anhu dhe zgjedhja e Omerit, që është për dersin e ardhshëm inshallah taala, po veç po du me përmend edhe një porosit madhe, se kur e përmenda Ikrimen, si shumë të sinqerisht e kom lexu, realisht e kom dëgju prej një hoxhës, edhe na hoxhallarët, i kem hoxhallarët tonë që ndigojmë, kem nevojë non stop, qështu që sheni ulju para neve dhe na mu ull, na s'pe kem fatin mu ull para ty, nëse na ka i ka jo ko. Po alhamdulillah, Allah ka lecu për mes telefonave, e ndëgjesha një dit, para 4 ditëve realisht 3, e kom dëgju një hoxh të madhë në Arabinë Saudite, ka dheke për moralin e madhë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që neve o të na mungu që kjo, dashurit e mi. O të na mungu. Tha kur Ikrime, ishtu artë të pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po tha, për thot sahabe, tha, o ka vjen, tha, Ikrime si musliman, e ka pranu islamin. Tha, kur hinë me gjlis këtu, tha, kujdes, tha, mos ja përmendi kush babën e vetë për të kesh. Se tha që mos lëndohet, që si pejgamberi sallallahu e rujke ndjenjën e tjetër, tha, që kjo është ajo porosia që përdu me përmend, në fond dhe përmenda Ikrimen, e lashë në fond se këna nevoj për shto, që kjo është një mësim për mësimit që na këna nevoj, se ka njerë po na bon zoti i ptila me disa djemë të rija, u tanë, që të indigun dështë ashtu derë, se ka njerë që shtu të folë hoxën, e kur të ndigon emocionot, që njoni ditë, dha valla hoxë të ndigu, thanë hëtbe më hëtë, këtha, me fluturu, me më thonë, hajde për mësim detit hecim, po nuk shkan ashtu, kjo, këto du të mi barë veç se histori, du të më këthy në realitet apet, se 2-3 përtarët të mdojë me omena gjyti kështë e dera, që aty së ditë zoti shka buhet, një Allah e din, mos mu marë njeri me emocione, mi marë, po, qka me kuptu islamin drejt, me punu drejt me ta, se ka njerë për ka disa për i neve, edhe kjo është shumë e përhapun me, po du me epë si këshill, thotë unë e tha, e thamë të vërtetun, në hakin e thamë, se kom gale, e thamë të tyrun ati, o i dashur jam, nuk është gjithë herë, të dikuj me a thonë realitetin ftyr ati, ka një herë dush me arrujtin djenit ti, si kurse rasti i Ikrimes. Ebu Jehli kush unë, Ebu Jehli unë, asë është që kjo realiteta, ama është burni me shku mi thonë Ikrimes të e ki pas babën Jehli të babë, vitë do ka lërë, dhe po Allah i ka lërë po që di lautan. Folë, po su prek një vloj, doshë, ma bëjeni kështu. Kjo arogancë, kjo nuk o islam, kjo s'ka të bëjmë islamin. Njëre u du të mi arrujtin djenja tjerëve, mi arrujtin djenjën e tjetërit, me qeni kujdeshëm për ndjenjën e tjetërit. Ka plot të helman zemrën, Allah i doshë, më tanë. Talëshon një fjallë, ndështë ta dikush në shtratin e ti tonë natën e gotë, silët pini krajtin krapi fjallës që t'ja ki thonë. A i srahatohet për asaj fjallë. A, këtani, ba ma halal, e kam bo këtë halal, zi më konë 5 i qëfte. Allah i dashur, mi frigu Allah subhanu wa ta'ala, më bo për atyne që me mundu me imbri që ta njerëz, ama qysh me imbri, qysh ka thonë aj poeti arab ka thonë, e ka përshkru kështu bukur, ka thonë, të shëbbehu, fe in lem të kum mithlehum, për në gjasani, ka thonë. Edhe nëse nuk jeni si kurse ata, për në gjasimi me të mirë të shpetim.
Na as vetës pe lypi as juve se s'jena na as gjihadit, as Zoti na falte na drejtov, po, na e kena gjihad me dal me fal sabahin me xhamat, me ul me mësu Kur'anin mirë, me lexu pe Kur'anit, me lexu pe sunnetit, me mësu që kjo, mendoj që kjo gjihadi më i madh i muslimanëve sot. Gjihadi më i madh i muslimanëve është që ky. Mo ul me mësu dinin e Zotit, edhe me adurzu shpirtin dinit Zotit që duhet. E jo me bo dinin e Zotit veç në gjuhë, e vepra tani më konë dika tjetër. Besoj që me kaq mjafton, aty kja kem qëllu për imrisive të Zotit, ku kem gabu për me dhe shejtan, wa akhiru da'wana, anilhamdulillahi rabbil alamin.